Për shkak të interesit të jashtëzakonshëm për ndeshjen Shqipëri-Serbi e vlefshme për kualifikueset e kampionatit botror 2026, Federata Shqiptare e Futbollit njofton se do të ndjek një procedurë të posaçme për shitjen e biletave, me qëllim menaxhimin sa më efikas të kërkesës së lartë nga tifozët shqiptar. Duke qenë se kërkesat pritet të tejkalojnë kapacitetin e stadiumit, FSHF bën në dije se nuk do të ketë shitje të menjëhershme të biletave, por do të ndiqet procedura e mëposhtme. Tifozët do të kenë mundësinë të plotësojnë një formular aplikimi elektronik për të shprehur interesin e tyre për të siguruar bileta. Ky formular do të publikohet nga FSHF më 15 maj 2025. Çdo aplikant mund të kërkojë deri në 4 bileta. Pas përfundimit të afatit të aplikimeve do të kryhet një përzgjedhje rastësishme dhe automatike përmes shortit kompjuterik të aplikantëve, të cilët do të kenë më pas mundësinë për të blerë bileta. Të përzgjedhurit do të njoftohen në disa ditë para ndeshjes nëpërmjet adresës së tyre elektronike. Pas njoftimit ata do të marrin një link unik për të kryer pagesën online në periudhën 30 maj deri në 2 qershor 2025. Pas konfirmimit të pagesës, biletat elektronike do të dërgohen në adresën e regjistruar të e-mailit. Federata Shqiptare e Futbollit thekson se bileta mund të transferohet vetëm një herë. Çdo transferim i mëtejshëm do ta bëjë biletën të pavlefshme.